Aty ku pak javë më parë valvitej buka e si vjetme, në vend që toka të marrë frymë për një proces të ri prodhimi, ajo po mbulohet nga tymi dhe zjarret dukuri që po përsëritet. Edhe pse ndezja e qëllimshme e zjarreve përbën vepër penale dhe rrezikon jetën, pasurinë, mjedisin dhe fuqinë prodhuese të tokës bujqësore, autorët në shumë raste mbeten pa u përballur me përgjegjësi, ndërsa zjarrfikësit thonë që janë në gjendje gatishmërie të jenë në luftë me zjarret. Të digjen këto amullore, këto temperatura, 40 gradë maksimum, pelojnë, 40 gradë. Është e pamundshme, pa koni shkaktor, se ka logjika. Po është faktori njeri, ajo pronës e dikuj. A e bën herë, po e bën 3 herë mas anej, që na intervenojmë, a e bën 3 herë mas anej. Edhe është fakt. Edhe nuk mirët kërkush. Un periud, godishim doba. Në këtë periudhë kohore, pas korrje shirjeve, paraqiten probleme të mëdha. Bujq të pandërgjegjshëm po i ndezin arat e tyre duke e azgjësuar kualitetin e tokës për sezonin e ri të mbjelljeve. Dje kishim një zjarr të madh në një parcelë disa hektarshe, ndërsa kjo është parcela e parë e cila ndizet çdo vit, ndërsa lartësia e flakëve ishte e madhe dhe që ka mundur të rrezikojë edhe zonën industriale deri në magjistrale ku ka biznese të shumta me vlera milionshë. Kështu dëmtohet toka e bukës sonë, është e tmerrshme, ndërsa më kot ndërgjegjësimi po mungon. Penalizimi do të parandalonte, nënvizon profesor Imer Usinovci. Kosova realisht nuk ka nevojë për tokë të djegur. Nëse ne djegim, atëherë nuk ka më edafon në tokë, s'ka mikroorganizma, nuk ka më kush e zbërthën plehun që e qesim neve në visht. Domethënë nuk ka më kjo tokë efekt biologjik. Kjo është e damshme, është e kopshme, nuk ka asnjë avantazh, ka vetëm disa avantazhe. Po dhe kaliumi dhe fosfori që digjen dhe mbeten në hi, domethënë në ato materie minerale nuk kanë më vlerë nutritive, nuk kanë më vlerë ushqyese. Pra krijon vetëm disa avantazhe. Unë rekomandoj sërish, po e ri përsëris, për mbysjen e homojve. Toka nuk e meriton të digjet për asnjë arsye. Ajo është burimi i jetës dhe i ushqimit dhe si e tillë duhet ruajtur me kujdes e përgjegjësi. Më shumë se kur kërkohet vetëdijsimi i lartë, mbështetja reale për bujqësinë dhe një angazhim i përbashkët për ta mbrojtur tokën nga degradimi dhe dëmtimi, me që duke e ruajtur sot i garantojmë brezave që asgjë nuk mbin nga hiri, por nga jeta.